dalë së bashku, ndërsa tani është koha që t'juftoj të ndjekim kronikën e realizuar në Lipjan, saktësisht në shkollën Ismail Luma, atje ku mbajt edhe kwizi i diturisë 2025, i cili mblodhi shumë nxënës së bashku të shkollave të Lipjanit. E përcjellim këtë kronikë. Le të presim rezultatin e kësaj përgjigje. Në shkollën Ismail Luma, në Lipjan, u mbajt kwizi i diturisë 2025, një ngjarje e veçantë që solli bashkë nxënës të shumtë të shkollave të Lipjanit. Ky quiz ishte një mundësi e shkëlqyer për fëmijët që të tregojnë njohuritë e tyre dhe ta sfidojnë njëri tjetrin në garë. Përveç faktit që nxënësit arritën të shfaqin aftësitë e tyre, ky quiz edhe ka një ndikim pozitiv në zhvillimin e tyre. Ai inkurajoi të mendojnë në mënyrë kritike dhe të përmirësojnë aftësitë e tyre në shumë fusha, duke i motivuar që të japin më të mirën. Përmes këtij konkursi, nxënësit jo vetëm që kanë mësuar më shumë, por gjithashtu kanë zhvilluar një ndjenjë të fortë të bashkëpunimit dhe të konkurrencës së shëndetshme. Mirë se ardhët në finalen e garës së diturisë, kuizi diturisë 2025. Të nderuar mysafirë, zyrtar komunal, drejtor të shkollave, mësimdhënës dhe nxënës, mirë se ardhët në finalen e garës së diturisë, kuizi diturisë 2025. Të organizuar në shkollën Ismail Luma në Lipjan. Sot kemi nderin dhe kënaqësinë që ju mirëpresim në finalen e kësaj gare të diturisë në shkollën Ismail Luma, e cila është një goqire e kësaj ngjarje të rëndësishme të organizuar për herë të dytë në komunën tonë. Shpresojmë që edhe sot do të ndërtojmë një përvojë të mirë që do ta kujtojmë gjatë. Ju duhet të tregoni të shkatën të shtypni gungun, sepse ai që shtyp gungun i pari fiton të drejtën të përgjigjet. Nderuar pranishëm, dashur nxënës, nderuar mësimdhënës, ju mysafirë që sot punoj madhështoni këtë aktivitet të unë brenda shkollës tonë. Natyrisht jemi këtu bashkë në edicionin e dytë të kuizit diturisë, i cili organizohet për vitin e dytë me radhë për gjitha shkollat e komunës së Lipjanit. Një kuiz i cili ka për qëllim që të ngritë nivelin e cilësisë, pasqyroj punën e palashme të nxënësve tonë, pasqyroj edhe të motivojë nxënësit tonë për suksesin e tyre. Jam drejtori Sadiku, drejtori i shkollës fillore të mesme këtu në Lipjan. Për gjatë këtyre viteve, jam 11 vite në këtë post në drejtorit të udhëheqjes në shkollë. Duke po në rezultatet e testit të arritshmërisë, testit PISA, duke po me gjithë punën e madhe që po e bëjnë mësimdhënësit në shkollat tona, atëherë ka qenë iniciativë nga Këshilli i mësimdhënësve të shkollës tonë që fillojmë një aktivitet të tillë, i cili kishme përfshirë nxënësit të gjitha shkollave të komunës së Lipjanit, qofshin publike apo edhe private. Pse është kaq e rëndësishme që me u zhvillu këto aktivitete nëpër shkolla? Pikërisht rëndësia tine është në disa elemente. E para, ju jep një mundësi të artë mësimdhënësve që prezantojnë nxënësit e tyre në përgatitjet e tyre. E dytë, gjitha shkollat të konkurrojnë me ekipet e tyre më të mira. Ajo pjesa tjetër që unë potencoj vazhdimisht është shoqërimi i nxënësve, mënyra se si organizohet një quiz, ballafaqimi me ekipe tjera, socializimi edhe në fund është pikërisht testi arritshmërisë që synojmë të përmirësojmë rezultatet përmes realizimit të këtij quizi. Duke marrë parasysh që për realizimin e këtij quizi është drejt me hartu një numër të madh, një broshurë të jashtëzakonshme me ofër rreth 1000 pyetje përgjigje dhe kjo ka më qenë si një bazë e mirë që nxënësit tonë kur të shtojnë testin e arritshmërisë përformojnë edhe mirë rezultate. Cilat janë pritshmëritë tuaja për këtë edicion? A ka pas diçka pak më tre? Cilat janë shpërblimet për nxënësit këto sene që mundesh me? Ky është edicioni i dytë. Vitin e kaluar kemi pas ngarim për gjatë 6 javëve, e cila ka qenë më së gjatë. Këtë vit kemi ndryshuar pak sa kemi futur edhe gongën dhe shpejtësinë që konsiston edhe me kompetenca të cilat synojnë me arrit rezultatet e nxënësit përmes kurrikulës. Është një prej shkallësive dhe kjo ka qenë edhe target. Domethënë të një garë edhe e dijes, në të kohë edhe shkallësive tjera. Dhe po besoj që shkollat do ta zhvillojnë vitin tjetër edhe më shumë këtë garë dhe për këto me mbështetjen e detyrisë komunale të arsimit, e cila na ka mbështetur financiarisht, kemi siguruar edhe shpërblime të vlefshme për nxënësit e shkollave që janë pjesëmarrëse. Kështu vendi i parë, nxënësit në vendin e parë do të marrin secili nxënës nga një orë të mençur, do të marrin edhe në boksë muzikore për shkollat, të cilat është menduar, vendi i dytë do të marrin
qysh me tonë një bank të memorjes për bateri për të, se cilin nxënës ku se veni të rejtë me orën edhe dëgjuse me Wi-Fi cilat janë. Dhe gjitha këto po i bëjmë thjesht për me të motivu dhe me nëzit që gjithë nxënësit të kyqen në këto aktivitetet cilat për realizon shkolla jonë. Po shpresoj që ky garë, ky eveniment, ky të vazhdoj dhe tjetë tradicional dhe viteve tjera me pjesëmarrjen edhe të shkollave nga komuna të tjera cilat kishin vetëm me e madhështu këtë aktivitet. Shkolla Shtatëmarrësi Podgorës dhe shkolla Ibrahim Banushi Shoj. Pas përballjes, shkolla që do të arrijë pikë më shumë nga kjo përballje, do të fitojë vendin e tretë të kuizit dituris 2025. Përballja për vendin e dytë dhe vendin e parë do të jetë në mes dy shkollave. Shkolla Haratin Bajrami Magure dhe shkolla Vëllazërit Frashëri Lipjan. Ky kuiz ka treguar që në Lipjan ka nxënës të talentuar dhe një angazhim të jashtëzakonshëm për arsimin dhe dijen, duke e bërë këtë ngjarje një pikë referimi për të gjithë komunitetin edukativ të rajonit. Të gjithë pjesëmarrësit kanë fituar diçka të rëndësishme, jo vetëm çmime, por edhe një eksperiencë të paharrueshme në një garë që ka ngjallur frym konkurruese dhe bashkëpunime. Përshëndetje, unë jam Lerida Navushe, jam simullues i Lëndës së Historisë. Gjithashtu jam edhe kryetari i komisionit organizativ të këtij kuizit të diturisë, i cili do të thotë tani po e zhvillon edicionin e dytë të tina. Si shkon procesi i organizimit të një kuizi? Procesin përgjithësi që nga fillimi ka shku mirë, do të thotë i kemi 18 shkolla pjesëmarrëse të komunës së Lipjanit. Jemi një ekip i jashtëzakonshëm organizativ i cili është marrë deri në detajin të fundit për të organizuar dhe përshtypja ime që gjithçka është duke shkuar mirë, po gjithashtu bazuar edhe në perceptimet e shkollave pjesëmarrëse garuese të këtina edicionit të kuizit të diturisë. Cila ka qenë pjesa më sfiduese në organizimin e këtij eventi? Pjesa më sfiduese ka qenë do thotë koha. Ne gjithë këtë organizim e kena bërë në mënyrë vullnetare dhe kemi dashur nga koha jonë që e kemi të programuar simullues të mos ndajmë nga ajo, po do thotë nga koha jonë e lirë. Edhe gjithmonë e kemi pas do thotë kohën, po gjithherë kur ekziston vullneti, po ka përcejet edhe kjo sfidë. Si më dhënë, si e shihni këto aktivitete, kësaj lloji aktivitetesh në zhvillimin edhe të fëmijëve? Këto aktivitete ne mendojmë që janë shumë të rëndësishme dhe duhet të promovohen edhe prej komunave të tjera, të organizohen edhe prej komunave të tjera. Se në rënd të parë këto na tërheqin nga mësimdhënia tradicionale ose e rëndom që e bëjmë brenda një ambienti mësimor siç është klasa. Dhe tash dalim dhe e bëjmë diçka më atraktive. Po veçantia e këtij kuizit të diturisë dhe këtyre aktiviteteve është që është në përshtatshmëri me trendet bashkëkohore të mësimdhënies dhe mësimdhënies, ku do të thotë edhe vetë pyetjet që po shfaqen tani këtu mbrapa meje do të thotë janë të nivelit të lartë të njohurive, të cilat janë edhe në korrespondim me taksonominë e Blumit, po gjithashtu janë në korrespondim edhe me testin e arritshmërisë e mbi gjitha me testin PISA. Kësi lloj aktivitetesh janë një hap i rëndësishëm për rritjen dhe zhvillimin e fëmijëve, duke i ndihmuar ata të forcojnë vetbesimin dhe të krijojnë lidhje më të forta me mësimin. Ato kanë një ndikim të madh në ndihmën e tyre për të përgatitur për të ardhmen, duke zhvilluar aftësitë e nevojshme për suksesin në çdo fushë. Edhe tani ne vazhdojmë me pyetja. Ose zhurëm të... Përshëndetje, jam drejtori i shkollës Haratin Bajrami në Magure. Kena marrë pjesë këtë kuiz, i cili është përgatitur nga shkolla Ismail Luma, pasosërisht me punën e drejtorit, drejton Sadiku me sinëdhënësit nxënësit të cilët kanë treguar shumë rezultate. I falenderoj në përgjithësi garust, gara konfer, kështu që shkolla jonë e pat fatin me fitu, vanin e parë, edhe i përgëzojmë nxënësit të gjithë këta tjerë. Çfarë ndjesie është me pa nxënësit e shkollës tënde me fitu vendin e parë në kësaj kuizi? Është ndjesie dhe kënaqësi se kur e zonë nxënësit vendin e parë në nivel komune, bajag jo një punë e mirë. Tregojnë se është punu në atë shkollë, po tregojnë edhe rezultatet.